got to love you, yeah, got to love you, 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 baby, got to love you, 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 yeah, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you. I'd do anything I could for you my only. I wanna put the stick on you, you don't even know me. 'Cause I don't even wanna fight. I don't wanna fight, girl. I ain't even gonna fight it. Got to love you, 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 got to love you. Girl, I'm me alone, I give you security. I may not just talk for mine, you. Me alone, I give you the. Come here, rude boy, boy, can you get it up? Come here, rude boy, boy, is you big enough? Take it, yeah, baby, yeah, take it, yeah. Përshëndetje të gjithë ju miq të Channel One, të gjithë ju që jeni duke ndjekur në ekranin e shtëpive tuaja televizionin Channel One. Unë jam Jonida, do të jemi sigurisht të bashkë në rubrikën e të rinjve, në rubrikën ku të rinjt tanë në kryeqytetit diskutojnë bashkë me mua për tema të ndryshme. Ne diskutojmë tema, kemi diskutuar dhe do vazhdojmë të diskutojmë. Sot kam menduar të diskutojmë për miqt dhe për armiqt. Këta të rinj kanë më shumë miq apo armiq, sepse dihet që në jetë kemi afër dhe njerëz të mirë dhe të këqij. Si është mirë të mbajmë afër miqt, të mbajmë afër armiqt? Shumë shprehje thon, më mirë të kesh afër armiq se kupton vlerat e tua, të mira dhe të këqijat e vetes dhe vlerëson sinqeritetin e mirë të miqve të tu. Të gjitha këto do t'i kuptojmë nga të rinjt tanë, se sa është më mirë të kesh një mik apo një armik në jetën e një njeriu. Le të vazhdojmë të pyesim të rinjt tanë. Rude boy, boy, is you big enough? Take it, yeah, baby, yeah, take it, yeah. Come here, rude boy, boy, can you get it? Po në jetën tënde si mendon, a ke armiq që të rrethojnë? Mendoj që kam. Si çfarë taktike përdor ti me armiqtë e tu? I mban afër apo larg ata? Mundohem që ti mbaj të një kufi, të vë një kufi. Por nëse shikoj se kam të mund të ndihmoj që mos i kem, të mundohem që ti mos i kem armiq, mundohem, por prapë armiq në veten. Falenderoj shumë për mendimin tënd. Mirë. Get a little crazy, baby. Like it, boy, I want what you want. Give it to me, baby, like boom, boom, boom. What I want is what you want. Nah, nah. Come here, rude boy, boy, can you get it up? Come here, rude boy, is you big enough? Si quhesh një? Eraldo. Në jetë kemi dhe miq dhe armiq, çdo kush për nesh. Ti çfarë mëson nga miqtë e tu, por sigurisht çfarë mëson dhe nga armiqt? Çfarë mund të them tani? Na miqt marr gjërat më të mira, kurse në armiqt kujdesem mos bëj gabime. Po. Mos kenë mundësi të sulmojnë. Po. Taktika jote me armiqtë e tu si është? Çfarë taktike përdor me armiqt? Rri shikoj dhe vështroj si lëvizin ata. Mban larg apo afër? Afër. Okej, faleminderit. S'ka gjë. What you got now? Come here right now. Take it, baby, take it. Love me. Come here, rude boy, can you Si kaluat? Si quheni? Bela. Bela vajta. Nanila. Ne jemi duke diskutuar për miqt në jetën e njerëzve dhe për armiqt në jetën e njerëzve. Çfarë mësojmë nga miqt dhe çfarë mësojmë nga armiqt? Sigurisht që në jetë kemi të dyja palët. Po, shumë e vërtet. Tash nga miqt mirat, besoj se marrim, kurse nga armiqt pastaj na mësojnë që të bëhemi më të fortë për mendimin tim, domethënë. Çfarë taktike përdor për armiqt e tu? Asgjë, indiferente. Mban afër apo larg? Nuk i mbaj afër larg. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. Ne jemi duke diskutuar për miq dhe për armiq në jetën e një njeriu. Dihet që sigurisht çdo njeri për nesh ka dhe miq dhe armiq.
Ti çfarë ke mësuar nga armiqt, sepse dihet që nga miqt ndonjëherë gjërat më të mira mundohemi të marrim gjithsesi kurse nesh. Kam mësuar që në fakt nuk do t'i besosh asnjërit dhe kot nuk thon, është edhe shpreha që o Zot më ruaj nga miqt, sepse nga armiqt ruan vet. Po, mënyra ose taktika jote me armiqtë tu, si është? Çfarë taktike përdor ti? Në fakt nuk është se mund të kem ndonjë armik ose nuk e di, domethënë se di. Njëherë armiq quajnë ato njerëz që kanë smir ndaj nesh. Duhem t'i mbaj larg vetes, domethënë. Jo afër. Po. Faleminderit shumë. Ju lutem. Like my eyeballs stuck on replay. See you been all around the globe. Now once did you leave my mind? We talk on the phone from night till the morning. Girl, it really changed my life. Doing things I never do. I'm in the kitchen cooking things she likes. Railroad white, breaking all the rules. Someday I wanna make you my wife. Lubiana, në jetë kemi dhe miq dhe armiq. Sigurisht edhe ti në jetën tënde do t'i kesh të dyja palët, sepse është e pashmangshme për asnjërin prej nesh. Dua të di çfarë ke mësuar prej miqve dhe çfarë ke mësuar prej armiqve në jetën tënde. Më së shumti arritjet normalisht merr nga kur ka anë negative, domethënë ke armiq, do mësosh të arrish më shumë, domethënë të ecësh përpara. Ndërsa kur ke miq, ke një forcë, një shtysë. Armiq ti mban afër apo larg jetës tënde? Varet. Nga lloji armikut? Po. Okej, të falenderoj shumë për mendimin. Asgjë, të lutem. Mirë. Si quhen? Real, në jetë besoj do të kesh edhe miq edhe armiq, sigurisht. Kush është taktika që ti përdor me armiqtë tu, sepse tashmë dihet që miqtë i mbajnë të gjithë afër, po me armiqtë si ja bëjmë? Me armiqtë i gjej një armik tjetër. Një armik tjetër për ta sulmuar me armikun tënd? Po. Si e mendon, është më mirë ti kesh afër apo larg armiqtë? Më mirë afër. Se afër. Po, afër armiqtë i ke më të ruajtur më. Po. Faleminderit shumë. Gjithë mirë. Type of guy your daddy won't let you go out cause he think I sell drugs. I'm that type of guy that will save you. I'm that type that will call you later. Won't be around and give you that time. Gotta get on the grind and get to that paper. That I can do. Gotta keep my baby girl laced up in the latest and the flyest suits. Never want for nothing to stay caked up. That's all you gotta do. Përshëndetje. Si quhesh? Gjeni, në jetë kemi dhe miq dhe armiq, sigurisht edhe ti në jetën tënde duhet t'i kesh prezente si miq si armiq. Dua të di cilat janë gjërat që ti ke mësuar prej miqve dhe sigurisht edhe prej armiqve, sepse sigurisht të dy gjërat të kundërta na bëjnë të mësojmë shumë gjëra. Atëherë, për miqve normalisht që miq duhet të zgjedhësh, siç është ajo fjala e urtë, zgjidhje më të mirë se vetja. Dhe jam munduar që ta vë këtë gjë, me miq të zgjedhë, kam mësuar shumë prej tyre. Ndërsa prej armiqve zakonisht nuk është se kam pasur shumë armiq deri më sot, po që jam munduar që të mbaj larg. Po, dhe kryesisht ka qenë vetëm femra, nuk është se kupton, nuk është se na është përputhur. Jo se kam pas ndonjë armik, kështu që sa çfarë. Nuk është e thënë që patjetër armiq duhet të bëjnë diçka shumë të madhe, mund të jetë thjesht një person që ka një çmir kundrejt teje dhe ti e konsideron si një armik në jetën tënde. Po, këtu e kisha. Falenderoj shumë për mendimin tënd dhe gjithëve. Mirëpafshim. Dashur miq, kemi diskutuar me të rinj tan për temën miqtë dhe armiqtë. Kemi diskutuar me këta të rinj, me këto vajza të reja dhe këta djem të rinj, se si e mendonin dhe se çfarë mësonin këta të rinj nga miqtë e tyre apo dhe nga armiqtë. Kishte të rinj që nga armiqtë kishin mësuar shumë gjëra, kishin mësuar se si të vlerësonin veten, kishin mësuar se si të ishin të përgatitur për të njohur njerëz në jetën e tyre.
Shumë njerëz mendonin që armiq duhet i mbajmë larg, shumë njerëz mendonin që duhet i mbajmë afër sepse duhet jemi të përgatitur nëse ata duan të na sulmojnë. Shumë njerëz thonin që miqt janë shumë të rëndësishëm në jetën tonë dhe duhet i mbajmë afër sepse dim të mësojmë dhe të vlerësojmë shumë gjëra nga miqtë e afërt. Për të tjera tema, për bisedat e tjera me këta të rinj, sigurisht vetëm në Channel One me mua Jonidën bashkë me Vapshën. Got to love you, yeah, got to love you, 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 baby, got to love you, 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 yeah, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you. I'd do anything I could for you my only. I wanna flip the script on you, you don't even know me. Girl, I'm me alone, I give you security. I may not just talk, but mind you.